Ashtë, shpete për vëndit tua. Ka e morë me frikë. Jo s'duam. Atëre mi nderuar folim qartë dhe pasë, kuptonë e gjithë situata, se si rëshket në Shqipëri, se si dhe më thënë e dala në plazh me rroba banje, dhe më thënë janë fotohotë, ku diun se çfarë tjetër, e tjerë, se si dhe më thënë të përndjekrit ata që i gjuajnë në makinës e kryeministit, u morën, u ndaluan, u shkarkuan, kuptonë, ndërkohë që unë di që u kanë gjuajtur plot personalitete në botë, personalitete, me domate, me veze, me genshë që kanë gjuajtur me vezë në mes të Gjermanisë. Ai e mori, ai tha, shiko, tha mundiale, e sqaroi dhe iku. Me hekër sa herë. Jo, ma betjere. Monitorime. Mimbrëma. Sot, rilinja demokratike. Po. Organi pavarur, më thënë, organi partisë demokratike. I partisë demokratike. Kishte një artikull, një krye artikull. Po. Ndjekim pak në për kanalet të ndryshme televizive, kush e tha e kush nuk e tha. Dëgjoja, ndjekim të parën Shiakun. Drejtësia e topëve të Ramos po vret. Shiaku i vuri asaj dy kaçurela ke balli. Topëve. Topëve. Kalem ke Vizion Plusi. Drejtësia e Ramës po vret. Drejtësia e Ramës po vret. Nuk e thot fare. Po si ta thot? Burme na mund tjetri. Është me qibrej. Bravo. Ke Top News. Drejtësia e topeve të Ramës po vret. Drejtësia e topeve të Ramës, topeve të... E tha. Pa ashtu si me... Se tha pa problem. Albania Screen. Qa thot? Drejtësia e topeve të Ramës po vret. Drejtësia e topeve të Ramës, E tha ashtu si në... Si në për ty. Po. Ke Top Channel? Monika? Po e thot Artull të gjoja. Afrika? Drejtësia e topeve të Ramës po vret. Më të lumë, bravo. Pra vazhdon dhe një kompleksi i këtyre, kur e boton gazeta, të lalli si është ai, e zoti e thot të lalli se shet. Pa që është kjo punë? Thoj atyre. Si është shkruar aty? Aty është topeve. Po mu që argojën. Ke rasë mu që shgojën. Ta mu shgojën me qarë. Ta mu që shgojën. Ma ta thua qërë. Topeve. Topeve, më falë, topeve. E topëve të Ramës. Drejtësia e Ramës po vret. Drejtësia e topeve të Ramës. Drejtësia e topeve të Ramës po vret. Mimbrëma. Shiko, ke Top Channel. Qaka? E më është aji emisioni. Kush ma? Fix fare që janë ata dy qunat. Ke parasysh? E më e një ato që ma manë pasë. Njëri mirë pa i tjetri lere. Lere, ma se njita, manë. Kanë treguar demek një histori se duan të bëhen sikur janë të ditur. Këtë një historinë e Vranakondit. Treguar për kulturë. Edhe Vranakondit u sheu mushkat kur ishte rrethuar me misër, edhe jodhi nga muri Kalas. U qa barku mushkave dhe doli misri. Edhe thanë truqit, këtë paskën misër tha sa duash, edhe ikën. Të gjoj si e kanë thënë këta karefilat. Po vdisi për buk, po që bëri Vranakonti? U sheu një dy mushka me misër? Po, i erdi natë, po e kështë nga Skënderbeu, se ati ja fusta e gjithmonë. Edhe jodhi nga Kalaja. Ato turqit i panë mushkat me grur, dhe misër këto tha paskën dhe për mushkat grur dhe ikën. Shpëtoj Kalaja. U sheu një dy mushka me misër, turqit i panë mushkat me grur, dhe misër këto tha paskën dhe për mushkat grur dhe ikën. E të gjën? Po kush e tha këtë? Kush e tha? Njëri nga ata aty, që do hedhur nga Kalaja dhe aji. Më duke se duen hedhur të dy. Nese, që ka. Ha debatore. A i tjetri... A i zbet. Nese. Po, turp më të madh nuk kam parë. Use kuptoj kush i lët të bëjnë emision këta një. Hajvanër. Nese. Për këtë thashun hajvan? Nuk e kuptova, për Nese. Këta dy erë. Hajde. U sheu një dy mushka me misër, turqit i panë mushkat me grur, dhe misër këto tha paskën dhe për mushkat grur dhe ikën. Natën e mirë dhe përshëndetje. Ndërkohë që pas pak do të emisioni Shqip me Rudina Gjunga! Bravo. Dy gazetarë më të njohur të Malit të Zi dhe Kroacisë të ftuar në Shqip. Qarë thuma, pas ka vajtë dhe në Kroaci dhe në Malzia. Ja. Vazhdon prapa të rrugë. Lutem të dëgjoj. Tashmë i vin këtu ata se është pak shtatzan.
pak shtaxante për një muaj lind, kupton apo jo? Po që ka pak fare. Po pakor fare po të muaj, kupton apo jo? Tash s'ka më viu në përbot, Po ama duroni se do filloj prap avazi. Kam hall kur marrë lejnë lindje. O zot. Nese. Vajza 3, 2-1.